Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. KOS njofton se sot dhe nesër mund të aplikohen reduktime të energjisë në disa zona për shkak të jo balancave në sistem, si pasojë ngarkesave të larta dhe nominimeve të pamjaftueshme të energjisë nga KEDS. Institucioni thekson se masat janë të nevojshme për të ruajtur stabilitetin dhe sigurinë e rrjetit, ndërsa furnizimi normal do të rifillojë sapo situata të stabilizohet. Qytetarët dhe bizneset apelohen për kursim të energjisë dhe bashkëpunim gjatë kësaj periudhe. Emisari Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen sapo ka hyrë në takim me kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Ndërsa në orën 10, diplomati evropian do të pritet nga presidentja Vjosa Osmani. Vizita është pjesë e një turi rajonal dhe shënon ardhjen e tij të parë në Kosovë pas marrjes së mandatit të dytë në një periudhë pritjesh për rifillimin e dialogut pas zgjedhjeve. Pas vendimit të KQZ-s që në 10 komuna votat të rinumrohen në tërësi, ndërsa në 28 komuna të rinumrohen 10% e vendvotimeve, në qendrën e numrimit dhe rezultateve po vazhdon rinumrimi i fletvotimeve nga këto vendvotime. Sipas KQZ-s, procesi pritet të zgjasë për 2 javë. Janë gjithsej 20 tavolina numërimi, në të cilat pra të bëhet rinumërimi këtyre vendvotimeve. Përapërsisht gjatë një ndërimi, pra në një tavolinë numërimi nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 16, mund të rinumërohen 2 kuti votimi. Pra në përgjithësi gjatë një dite mund të rinumërohen deri në 80 vendvotime. Dhe marrë në përgjithësi pra, ky proces i rinumërimit mund të zgjas nga 12 deri në 14 ditë sipas planifikimit fillestar, nëse procesi i rinumërimit përshkon sipas kësaj linje nga 4 kuti votimi në një tavolinë numërimi gjatë një dite të plotë të punës. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka njoftuar se në kuvendin e ardhshëm të partisë do të paraqes dorëheqjen nga posti i kryetarit, duke thënë se u takon delegatëve të vendosin nëse ajo do të pranohet apo jo. Ai thekson se çdo antar ka të drejtë të kandidojë për kryetar dhe se procesi do të zhvillohet përmes organeve partijake. Abdigjiku shtoi se nëse dorëheqja nuk pranohet, ai do ta vazhdojë detyrën. Vendimi vjen pas rezultatit të dobët të LDK-s në zgjedhjet e 28 dhjetorit, ku rendit e treta me 13,23% të votave. Me aktivitetet të ndryshme përkujtimore sot dhe nesër shënohet 27 vjetori masakrës së Reçakut, një nga krimet më të rënda të luftës në vendin tonë. Në kuadër të ditëve të Reçakut, institucionet qendrore lokale dhe shoqatat e dala nga lufta organizojnë homazhe, akademi përkujtimore, orë mësimore dhe aktivitete kulturore sportive. Qëllimi i këtyre aktiviteteve është nderimi i viktimave, ruajtja e kujtesës historike dhe përcjellja e së vërtetës tek brezat e rinj. Avokati i popullit Naim Qelaj ka adresuar një letër kryetarës së dhomave të specializuara Ekaterina Trendafilova, ku ngresh shqetësime në lidhje me procesin që po zhvillohet ndaj krerëve të UÇK-s, duke filluar nga masa paraburgimit të zgjatur dhe pranimi i disa dokumenteve të dyshimta, të cilat pretendohet se burojnë nga Serbia pas vitit 1999. Në letër Qelaj shpreh shqetësimin për kufizimin në komunikim, në vizitat familjare dhe monitorimin e vazhdueshëm gjatë paraburgimit. Në reagimin e dhomave të specializuara ndaj letrës së Qelaj, thuhet se vendimi për të pranuar prova nuk është tregues sa pesh apo besueshmëri do t'ju jepet atyre. Gjatë kuvendimeve për lëshimin e aktgjykimit, trupi gjykues vlerëson secilën provë, duke mbajtur parasysh tërësinë e provave të administruara në gjykim, thuhet në reagimin e tyre.
Njësitet policore të stacionit policor Qendra dhe sektori hetimeve të kryeqytetit pas një pune hetimore dhe operacionale kanë arritur të arrestojnë një person të dyshuar për së paku 3 raste të vjedhjeve. Në Deçan, një person dyshohet për plagosje me armë zjarit të 3 individëve dhe është ndaluar. Kontrollet e policisë në komunën e Prizreni, Gjakovës, Klinës dhe Istogut kanë rezultuar me konfiskim të armëve dhe mjeteve të mpreta, ndërsa disa të dyshuar janë liruar me vendim të prokurorit. Në total, policia ka shqiptuar 2500 tiketa trafiku, ka arrestuar 20 persona dhe ka dërguar 13 në mbajtje. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka njoftuar se si pasojë rritjes së vlerave të turbullirës në ujin e prodhuar nga fabrika për trajtimin e ujit Badoc nuk rekomandohet për pije deri në njoftimin e radhës. Instituti ka bërë të ditur se në bashkëpunim me KRU Prishtina po e përcjellin nga afër situatën me ujë të pishëm. Për shkak të rreshjeve, ditëve të fundit në vendin ton pati përmbytje në për shumë zona. Të nderuar shikues, ndoshët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndat me ne. Mirupafshim.